gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi jetës, mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe 10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojmë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi në studio me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Muzik Plus në ditën e sotme dhe në këto momente me mua në një bisedë shumë të veçantë është Daniela Drabo. Daniela, përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku në një kohë kaq të veçantë. Përshëndetje Kela, në fakt është gjithmonë kënaqësi edhe do të thoja privilegj për mua që mund të jem në këtë kohë pashke në studio dhe radios Emanuel edhe për të folur pikërisht për Pashkën. Është një nga ngjarjet që mua jo vetëm më pëlqen, por më mbush me shpresë dhe më mbush me shumë kurajo për të ardhmen. Më vjen mirë edhe në fakt i përmendesh një ndër ngjarjet më të rëndësishme për gjithë secilin prej nesh, prandaj ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur, si ti personalisht e përjeton Pashkën, çfarë do të thotë kjo kohë për ty? Në fakt Pashka nuk është një fest apo një kohë, një ngjarje që është vetëm për një pjesë të komunitetit, për një pjesë të botës, për një pjesë të njerëzimit. Pashka është një fest që i takon gjithë njerëzimit. Është një ngjarje që i takon gjithë njerëzimit, edhe pavarësisht se jo të gjithë e përjetojnë, jo të gjithë e pëlqejnë, jo të gjithë e festojnë Pashkën, jo të gjithë e përkujtojnë kohën e Pashkës, Pashka i takon gjithë njerëzimit, sepse ka të bëjë me shpëtimin e gjithë njerëzimit. Në fakt, nuk ka të bëjë vetëm me shpëtimin e një pjese. Krishti erdhi për të gjithë. Erdhi për të gjithë. Edhe kur erdhi për të gjithë, do thotë që Krishti u takon të gjithëve. Jo të gjithë e pranojnë. Bibla thotë ata që e pranuan, ai u dha pushtetin që të quhen fëmijë të Perëndis, bijë të Perëndis, por Krishti erdhi për gjithë botën. Dhe për mua personalisht, Pashka në fakt do të thotë drita që lindi në errësirë. Në një botë të errët, në atë kohë kur errësira e mëkatit kishte mbuluar botën, ashtu sikurse e kemi edhe sot, nuk është se sot mëkati është larguar apo është zvogluar, mëkati vazhdon të mbetet në botë, për sa kohë që bota nuk i shërben Perëndisë dhe bota nuk e pranon shpengimin e Perëndisë, por Krishti erdhi si një dritë në errësirë, edhe kjo është një nga ato gjërat që mua më mbush me shpresë për të ardhmen. Ne përkujtojmë vdekjen e Krishtit, por më së shumti ringjalljen e tij. Edhe mua më pëlqen shumë një fjalë që thuhet në Bibël, thotë Krishti është shpresa jone e gjallë. Dhe kjo është ajo gjëja që mua vërtet më inkurajon dhe më mbush me shumë shpresë për të ardhmen, edhe me shumë besim gjithashtu që Perëndia ka një plan për gjithë njerëzimin dhe plani i Perëndis në fakt është që gjithë njerëzimi të vinë në njohjen e Krishtit. Dhe Perëndia është akoma duke u dhënë kohë njerëzve që ta njohin dhe ta pranojnë Krishtin në jetën e tyre, të pranojnë shpëtimin, të pranojnë dritën në errësirën e mëkatit. Dhe kur drita vjen, errësira zhduket. Madje dhe një rrezë e vogël drite, nëse hyn në një vend të errët, errësira zhduket. Kështu që shpresa ime është që kjo kohë në fakt të na kujtoj për këtë shpresa e gjallë që është Krishti, erdhi si drita në errësirë. Dhe në fakt ti drejton për gjatë kësaj periudhe Fondacionin Mëshirë pa kufi për Shqipërinë, duke qenë gjithmonë edhe më afër njerëzve, sfidave, vështirësive të tyre. Dhe përmes shërbesës jam e sigurt që prek jetën e shumë njerëzve, prandaj doja të pyesja si reflektohet mesazhi i ringjalljes, por dhe i shpresës që ti përmende, i shpresës që ne gjejmë në këtë kohë Pashke dhe jo vetëm në shërbesën që ti ke. Po, në fakt kur në fillimet, kur ne kemi themeluar fondacionin edhe vendosëm që ta quhanim Mëshirë pa kufi për Shqipërinë, ka patur diskutime nga njerëzit rreth e rrotull, pse mëshirë? Mëshira duket si një fjalë që ka një konotacion negativ. Por në fakt kur ne shikojmë tek mëshira që Perëndia tregoi për njerëzimin duke dërguar Krishtin,
Në fakt, mua më gëzon, më pëlqen emri, e dua emrin Mëshirë pa kufi për Shqipërinë, sepse gjithmonë më kujton që mëshira e Perëndis në fakt, sepse këtu nuk flasim për mëshirë njerëzore, por mëshira e Perëndis është pa mas për Shqipërinë dhe për gjithë botën. Edhe ne në fakt kur shërbejmë në përditshmëri tek njerëzit që ne takojmë çdo ditë, njerëzit që ndihmojmë, familjet që ndihmojmë, nuk ju tregojmë mëshirën, atë mëshirën njerëzore që mëshirën njerëzore që në fakt të ul poshtë më shumë se sa të ngrej lart. Ne shpresojmë që ata të marrin përmes shërbimit që ne ofrojmë, përmes punës që ne bëjmë, përmes ndihmës që ne ju japim, shpresojmë që ata të rimarrin dinjitetin dhe shpresën. Dinjiteti është gjëja kryesore, por edhe shpresën që ata mund të vazhdojnë të ecin përpara, të mos ngelen në grackën e varfërisë, të mos ngelen në grackën e problemeve të tyre, por duke marrë shpresën dhe duke pranuar mëshirën e Perëndis, të mund të marrin këtë shpresën për të ecur përpara, edhe për të ndryshuar, edhe për të bërë hapa drejt ndryshimit dhe transformimit të jetës së tyre. Në përditshmërinë takojmë shumë familje, takojmë shumë njerëz, të cilët e themi gjithmonë edhe në ambiente të tjera e kanë humbur shpresën. Kanë humbur gjithçka. Shpresa, ne themi kemi një shprehje që e dëgjojmë shpesh, shpresa vdes e fundit. Dhe këta njerëz që ne përpiqemi të ndihmojmë, e kanë humbur shpresën. Dhe ne përpiqemi që ta rizgjojmë këtë shpresë duke ju treguar atyre dashurinë e Perëndis, duke ju treguar atyre që Krishti erdhi për gjithë botën, Krishti erdhi për ju dhe Krishti ka shpresë për ju. Shpresa mund të gjendet vetëm te Krishti. Nuk ka një vend tjetër ku ti mund të marrësh shpresë të vërtetë. Atë shpresën e gjallë që të shtyn të ecësh përpara, shpresa e përjetshme, po është shpëtimi i përjetshëm. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur vetëm pas pak se si pash ka flet për dritë pas errësirës, atë që ti përmende edhe pak më herët, por në këtë moment tash shkëputemi për të ndjekur shkurtimisht këngën Shkëmbi i shpëtimit nga Kisha Ungjëllore Livonik Maliq. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Emanuel, jeni duke ndjekur programin Muzik Plus. Shkëmbi i shpëtimit i Zotit. Shpresë dhe frymëzim ti o Zoti imje, yti gjithmonë unë jam. Shkëmbi i shpëtimit i Zoti imje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zoti. Shpëtimit i Zotit imje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zoti imje, yti gjithmonë unë jam. Shkëmbi i shpëtimit i Zotit imje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zoti imje, yti gjithmonë unë jam. Unë besoj në ty besoj, je i dashur dhe besnik. Ndihmo më ke qenë në çdo Shkëmbi i shpëtimit është kënga që na rikthen sërish në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Danielën. Jemi fokusuar patjetër tek Pashka, një ngjarje shumë e rëndësishme
Sikur si Daniela e prezantovi, jo vetëm për ne të krishterët, por për gjithë njerëzimin, sepse Krishti erdhi në botë për gjithë secilin prej nesh. Daniela, ti e përmendë pak më parë, është shumë e rëndësishme ajo drita që vjen pas errësirës, sikur edhe një shkëndijë e vogël, prandaj Pashka flet për dritën pas errësirës. A she shpesh këtë ndryshim tek ata persona që ju punoni, ndihmoni, mbështesni, dhe si shfaqet kjo ringjallje në jetën e përditshme të njerëzve që ju takoni? Në fakt, unë e thash edhe në fillim, vërtet Pashka është ajo ngjarje që na tregon që drita erdhi në botë dhe drita erdhi në mes të errësirës për të larguar errësirën. Tani me të drejtë dikush do thotë, po pse ka vuajtje, edhe pse njerëzit vuajnë akoma, pse njerëzit kanë probleme, pse ka dhimbje, sëmundje, të gjitha këto. Më lejoni që t'ja rikujtoj edhe një herë dëgjuesve që mëkati dhe errësira e mëkatit erdhën në botë që nga Adami, që nga krijimi i botës, që nga koha kur njeriu i parë ra në mëkat. Dhe gjatë gjithë historisë, Perëndia i udhëzoi njerëzit që ata të mund të përpiqeshin, ju dha ligjin, që ata të përpiqeshin t'i afroheshin standardit të Perëndisë. Në mënyrë që ata të mund të kishin një jetë në paqe, në mënyrë që të ishin të shpëtuar, në mënyrë që të mund të kishin një marrëdhënie të rimëkembur me Perëndin, sepse nga mëkati, për shkak të mëkatit, marrëdhënia me Perëndin u thye. Dhe mungesa e Perëndisë në botë është pikërisht ajo që solli errësirën, sepse Perëndia nuk mund të jetojë dot në të njëjtën vend bashkë me mëkatin. Dhe Perëndia e bëri vetë planin e shpëtimit, sepse duhej një plan i përsosur për shpëtimin e njerëzimit. Kush mund ta bënte atë? Askush tjetër, absolutisht, askush tjetër nuk mund të krijonte një plan, të projektonte një plan të detajuar aq mirë deri në shpëtimin e çdo individi që kishte qenë, që është dhe që do të jetë në këtë botë deri në kthimin e dytë të Krishtit. Perëndia vetë detajoi këtë plan dhe Perëndia e siguroi rrugën e shpëtimit përmes Krishtit. Dhe në atë kohë kur mëkati sundonte në botë, Krishti erdhi si drita në errësirë për të larguar mëkatin. Tani dikush e tham edhe pak më parë, me të drejtë do thotë, po pse ka dhimbje? Njerëzit akoma nuk e kanë kthyer zemrën e tyre tek Perëndia. Njerëzit akoma vazhdojnë të jetojnë të ndarë nga Perëndia, nuk pranojnë sakrificën e pajtimit. Krishti erdhi si sakrifica e pajtimit midis njeriut dhe Perëndisë. Dhe nuk ka, një është Perëndia, thot Bibla, dhe vetëm një është shpëtimtari, Krishti Jezus, njeri. Vetëm përmes Krishtit ne mund të marrim faljen e mëkateve, në mënyrë që errësira të largohet nga jetët tona. Kushdo që e pranon Krishtin në jetën e tij, apo të saj, errësira largohet prej tij, sepse Krishti zëvend. Por për shkak se kemi shumë njerëz që ende nuk e kanë pranuar Krishtin, vazhdon të ketë errësirë në këtë botë. Tani ne shërbejmë çdo ditë me njerëz të cilët jetojnë në errësirë, jetojnë në kushte të vështira, jetojnë në probleme, jetojnë në sëmundje. Edhe përpiqemi që t'ja usillim shpresën duke ju treguar Krishtin, patjetër duke i ndihmuar që të zbutin problemet e tyre, duke i ndihmuar të zgjidhin hallet e tyre, por duke u treguar gjithashtu edhe dashurinë e Perëndisë. Dhe nuk ka një shpërblim më të bukur, dhe do ta quaj shpërblim, buzëqeshja apo shkëlqimi që ti shikon në sytë e një njeriu i cili ka filluar të ketë shpresë për të ardhmen, i cili nuk ndjehet vetëm në hallet e tij. Është ajo drita e vogël, është ajo skëndija. Eksakt, është ajo drita e vogël që vjen për shkak se Krishti vjen edhe të takon ty me dashurinë e tij, atje ku ti je, në fund të tunelit, atje ku ti je në mes të problemeve, atje ku ti je në mes të mëkatit, Krishti vjen dhe të takon. Dhe për ne është privilegj që kemi mundësinë të ndajmë me të tjerët dashurinë e Krishtit edhe shpëtimin që vjen përmes Krishtit. Daniela, si mund të jetojmë Pashkën për te një feste, por mbi të gjitha si një mënyrë jetese, si një stil jetese? Ringjallja e Krishtit nuk ndodhi një ditë edhe rikthehet çdo vit në të njëjtën kohë apo në të njëjtën periudhë. Ringjallja e Krishtit ndodhi përjetësisht. Është një gjë që zgjat përgjithmonë dhe çdo ditë ne mund të festojmë ringjalljen e Krishtit. Çdo ditë përmes dashurisë të Krishtit që është në jetën tona, ne mund të prekim jetët e njerëzve të tjerë. Çdo ditë ne mund të falenderojmë Perëndin për shpëtimin që ai na ka dhënë nga mëkati. Krishti erdhi dhe ai e theu fuqinë e mëkatit dhe të vdekjes. Ai e mposhti, thot Bibla, dhe ne mund të jetojmë në këtë fitore, ne mund të jetojmë në gëzimin e shpëtimit çdo ditë jetës tonë, dhe ne mund të jetojmë duke dhënë dhe duke e shpërndar dashurinë e Krishtit çdo ditë jetës tonë për ata që nuk e njohin dhe për ata që kanë nevojë.
Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe pak më tepër tek kjo tematik, por në këtë momente shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga U Dorëzohem, kënduar nga Gloria Nure. Dorëzohem është kjo këngë e cilën na rikthen në studio në programit Music Plus për të vazhduar bisedën me Danielën në ditën e sotme dhe Daniela atje përmendë në punën tuaj të përditshme takoni patjetër shumë njerëz që ndoshta nuk kanë më shpresë për të ardhmen, për shëndetin, për gjithçka që ata i shqetëson edhe i sfidon në këtë jetë. Prandaj e di që është një botë plot sfida, por ju si arrini të mbani gjallë shpresën dhe frymën e Pashkës në punën tuaj të përditshme. Çfarë ju motivon të ecni përpara? Unë besoj dashuria është ajo që duhet të motivojë. Edhe ne në fakt lutja jonë çdo ditë është që Zoti Perëndia të na mbush me dashurinë e Tij, me durimin e Tij, edhe me këmbguljen e Tij gjithashtu. Në fakt dashuria që buron prej Perëndisë është ajo që na nxit, që na motivon dhe që na ndihmon të prekim jetët e të tjerëve. Nëse nuk e bën nga dashuria që vjen prej Perëndisë, nuk do të ketë ndikim afatgjatë. Nëse nuk e bën nga dashuria e Perëndisë, nuk do të ketë ndikim për transformimin e jetës të dikujt, sepse dashuria është ajo që i lëviz të gjitha fiet, do të thosha unë tek një qenie njerëzore. Edhe Perëndia vetë në fakt e demonstroi dhe e shfaqi, e tregoi, e shprehu gjithë dashurinë e Tij për njeriu tek Krishti, tek kryqëzimi dhe tek ringjallja e Krishtit. Me vepra, nëse ti nuk bën diçka, por vetëm thua, po ne kemi dashuri, ne kemi dashuri, ne kemi dashuri, do të ngelet vetëm një gjë në fjalë. Por kur kjo dashuri materializohet në vepra, dhe do ta quajmë materializohet në vepra, jo në të mira materiale, por në vepra që shprehin dashurinë e Perëndisë, në ato veprat që përpiqen të shërojnë një zemër të lënduar, që përpiqen të ndihmojnë dikë që ka uri, që veshin dikë që është i zhveshur, ashtu sikurse edhe Krishti na porositi në fakt në Ungjil. Atëherë kjo lloj dashurie është ajo që do të sjellë ndryshim dhe transformim në jetën e njerëzve, që do t'ju jap atyre atë shpresën që atyre ju duhet aq shumë për të ecur përpara. Vetëm dashuria. Dhe është bekim shumë i madh që ne e kemi marr dashurinë e Perëndisë përmes Krishtit. Nëse Krishti nuk do të kishte ardhur, unë nuk e di sa të humbur do të ishim, edhe sa në errësirë do të jetonim. Edhe duke qenë se po mbrim pak nga pak në fund të bisedës sonë në studio, jemi shumë afër Pashkës, ne e prekëm këtë temë edhe në ditën e sotme, cili është mesazhi që ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë sezon Pashke? Në fakt njerëzit janë të gjithë duke u përgatitur për Pashkën, pjesërisht sepse e njohin edhe e duan Zotin, sepse e njohin dhe e besojnë Pashkën, ringjalljen, vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit.
një pjesë përgatiten për Pashkën si një festë fetare që festohet, dhe sidomos Korça është një vend ku Pashka është nga ato festat që festohet masivisht, nuk është një festë që festohet në për masa të vogla, por masivisht. Ne dimë që njerëzit dalin në shesh, festojnë, ndoshta shumë atë aspektin tradicional, po. Por unë do doja t'ju thosha në fakt, jo t'ju sugjeroja, por doja t'ja u thosha me shumë bindje. Pranoni dashurinë e Krishtit sot. Krishti vdiq dhe u ringjall nga dashuria që kishte për njeriun, për gjithë njerëzimin. Bibla thot, Perëndia aq shumë e deshi botën, sa që dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson tek ai të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Dhe Perëndia nuk e dërgoi Jezusin në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Dhe dua të theksoj këtë, që kushdo që beson në të mos humbas. Ka një detaj tek ky varg i Ungjillit të Gjonit kapitulli 3 dhe që është vargu 16. Perëndia aq shumë e deshi botën, sa që dha birin e tij të vetëm, që kushdo që beson tek ai të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Edhe unë dua t'ja u them me shumë dashuri të gjithë dëgjuesve, në këtë kohë pashke, pranoni sakrificën e Krishtit në jetën tuaj. Ai erdhi si drita në mes të errësirës për të pajtuar ty personalisht me Perëndin. Ai erdhi për gjithë botën, por nuk erdhi që ne të gjithë të bashkohemi si një të vetëm. Ne do të jemi një trup i vetëm me Krishtin. Por ai erdhi që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Edhe është një zgjedhje personale e gjithë secilit prej nesh, të besojmë tek ai ose të mos besojmë tek ai. Na ka lënë me vullnet të lirë dhe prandaj dhe Perëndia e ka theksuar në fjalën e tij. Ai e dërgoi Krishtin në botë, po, por kushdo që beson tek ai nuk do të humbas, por do të ketë jetën e përjetshme. Dhe sot në këtë kohë dhe në këtë javë pranoj Krishtin dhe sakrificën e Krishtit. Ai është shpresa e gjallë në përjetësi, por ai është gjithashtu shpresa e gjallë edhe këtu në tokë. Kur ti ke shpresën e gjallë, ti jesh i sigurt, i dashur dëgjues, që jeta jote nuk do të jetë me e njëjta. Kur shpresa e gjallë është brenda teje, ti nuk do të jesh me i njëjti, por do të jesh si dritë në mes të errësirës. Drita do të shkëlqejë jetën tënde. Dhe kur drita shkëlqen jetën tënde, haleluja, lavdi Zotit, Perëndia është ai që do të lavdërohet. Daniela, të falenderoj vërtet shumë për këtë inkurajim, por edhe për gjithçka tjetër që ndave në ditën e sotme. Më falni. Ishte kënaqësi të ishim së bashku edhe në këtë periudhë të veçantë për të përcjellë pse jo mesazhe gjithmonë inkurajuese për gjithë ata persona që kanë mundësi për të dëgjuar programin dhe mund të na dëgjojnë përmes tij. Është gjithmonë kënaqësi për mua që të jem në fakt në studiot e Radios Emanuel, unë e thash edhe në fillim, por është një bekim shumë i madh që mund të ndajmë shpresën e gjallë në këtë kohë pashke. Është inkurajim i veçantë edhe për mua. Uroj të kalosh një kohë gjithmonë edhe më të bekuar me kishën, me antarët në kishë dhe gjithçka që ju dëshironi të përcjellni përmes kësaj jave të veçantë të Pashkës tek besimtarët tuaj. Gëzuar Pashkën dhe uroj që të jetë vërtet një kohë e bukur e me shumë shpresë për ty personalisht dhe për familjen tënde. Edhe unë ju falenderoj dhe ju uroj gjithë dëgjuesit gëzuar Pashkën. Ringjalljen e Zotit. Të falenderoj, të uroj një ditë të mbarë në vazhdim, ne këtu përfundojmë bisedën tonë në studio, shkëputemi për të ndjekur një tjetër këngë.